me zotin Besnik Ramadanaj nga KDI-a. Zoti Ramadanaj, mirë se erdhe në Info Plus. Mirë se ju gjeta, Dona, faleminderit për ftesën. Atëherë, siç e thash, sot e keni publikuar një raport. Na thuaj të lutem se cilat janë të gjeturat e këtij raporti dhe cila është metodologjia e punës që është publikuar ky raport. Po, sot ka qenë publikimi i radhës i Transparometrit komunal për vitin 2024. Tashmë është një raport që nxirret çdo vit, ku e bëjmë monitorimin e punës rreth transparencës të kuvendit komunal dhe të zyreve të kryetarëve. Metodologjia jonë bazohet në 48 indikatorë, të cilët janë të hartuar në bazë të përvojës tonë që e kemi si KDI në monitorimin e kuvendeve komunale, si dhe është e bazuar në metodologjinë e Transparency International. Janë dy shtylla kryesore që na fokusohemi, siç e thash, është zyra e kryetarit e kryetarës edhe e kuvendit komunal. Ajo që sot kemi dashur mi dhënë rëndësi edhe raporti, po edhe konferenca është fokusi jonë i përgjithshëm në transparencën e përgjithshme të komunave në Kosovë. Sepse nga viti në vit, nga monitorimi jonë, shohim se nuk ka rezultate të prekshme, rezultate optimiste. Për shembull, këtë vit ka pas një ngritje të lehtë të transparencës së punës së kuvendeve komunale dhe zyrave të kryetarit për rreth 5%. Cilat janë komuna që kanë transparencë më të madhe dhe cilat janë ato komuna që janë të themi më të mbyllura për publikun? Po, në bazë të vlerësimit tonë, këtë punë e bëjmë bashkë me 12 organizata partnere lokale në komuna të ndryshme të Kosovës, që thirret Aleanca Qytetare për Transparencë, në bazë të gjeturave përfundimtare, sepse edhe vetë klasifikimi, verifikimi shkon në procedura të ndryshme, pra fillimisht i mbledhmi të dhënat të publikume që janë në webfaqet komunave, pastaj ne vetë i verifikojmë si KDI dhe faza e tretë është kur i validojmë ose verifikojmë të vetë komunat, pra ja dërgojmë vetë komunës për mi pa nëse ata kanë ose kontestojnë. Në bazë të gjeturave të fundit janë 4 komuna, edhe vitin e kaluar ka ndodhur njëjtë, edhe kësaj radhe janë 4 komuna me një ndryshim që renditen në vendin e parë sa i përket transparencës. Pra është komuna e Ferizajt, Gjakovës, Lipjanit dhe Prizrenit. Këto 4 komuna prinë për një kohë gjatë më transparente, kanë më të organizuar webfaqen, janë më të përgjegjshëm, gjenden dokumentet më lehtë, më të strukturume. Pastaj vazhdojnë me Klinën, Raovecin dhe komuna tjera. Përmbyllet me Pejen në top 5 komunat më transparente. Kur flasim për transparentën, Besnik, ka të bëj edhe tek vendimarrja e qytetarëve, te prezenca e tyre në vendimarrje, te publikimi i informacioneve në webfaqe, sepse e pash që si zhvillim që kishi vlerësuar është edhe krijimi i webfaqeve të komunave të Kosovës dhe publikimi i dhënave aty. Po, si që thash në fillim, fokusi jonë kryesor është ne bazohemi te webfaqet, publikimet që i kanë aty. Një rëndësi të veçantë që e kemi dhënë kësaj radhe, që është për dallim prej vitit tjetër, është një dimensioni i transparencës buxhetore. Ne orientohemi, i verifikojmë nëse janë të gjitha dokumentet që lidhen me buxhetin, nëse janë organizuar të gjitha diskutimet publike për të hyrat buxhetore, për buxhetin, për planifikimin, për kornizën afatmesme buxhetore, pra gjithçka që lidhet rreth buxhetit. Edhe një prej gjeturave kryesore është edhe mungesa e hapjes të dhënave, open database, që njihet ndryshe, ku qytetarë, qështnia civile, gazetarët, mujnë mu qasë edhe mujnë mi përpunu ato dhëna. Fokusi kryesor lidhet me ato shka ata publikojnë. Po edhe ka pas një ndryshim prej vitit kalum, ku i kemi përzgjedh edhe komunat me progresin më të madh, pikërisht lidhet me këto që po e diskutojmë, sepse vitin e kalum ka pas komuna që nuk kanë qenë shumë kooperuese. Nëse nuk e kemi gjetë një dokument, ju kemi drejtu me kërkesë përqasje në dokumente publike. Këtë vit ka ndryshu ky raport, është diçka shumë pozitive dhe përmirësueshme. Janë disa komuna që kanë pas progres të madh, kryesisht të madh prej vitit kaluar, siç është komuna e Parteshit, e Gjilanit, Obiliqit, Viti, Mitrovic, Everiut, Pej, Graçanic. Rasti i Gjilanit, kur vitin e kaluar nuk ishte dalë mirë dhe vetë kryetari, vetë komuna kishin kërkuar një takim, madje ishin takuar, kishim diskutuar edhe kërkuan me pas informata se si mundet mu përmirësu puna. Gjatë këtij diskutimi besojmë që kemi arrit
një sukses sepse kanë morë masa, kanë qenë ma përgjegjës edhe ka pas një ngritje të zonë këtë vit e ka prej plus 42 pikë. Po edhe ka komuna tjera si Malisheva, Gjakova, Deçani. Këtu janë edhe komunat i kemi përgjedhë të cilat kanë pas edhe ranje, sepse në bazë të dhënave janë komuna e Klokotit, Skënderaj, Kamenit, Mamush, Podujeve, Zubin, Potok. Po edhe e shihni që ka një përmirësim, një transparencë më të madhe krahasuar me vitin 2023 në këto komuna? Në bazë të pikëve të përgjithshme që e kemi kalkulu, del diku 5.9%, do të thonë ka një ngritje të lehtë, po që prap nuk është e kënaqshme, absolutisht, dikur lidhet rreth 68.34 pikë të përgjithshme nga 100 sa janë gjithsej. Kjo besoj lidhet shumë edhe me ato që ne kemi edhe në raporti është online, mundet më gjetë në webfaqe të KDI-s, është ideja që kemi kërku dhe do të avokojmë për këto gjeturat, po sidomos të kryetarët, sepse tani jemi në një vit zgjedhor, dhe në base ka kryetarë të caktuar që edhe kandidojnë prap, po ne do t'i bajmë, e shfrytëzojmë edhe këtë rast që t'i bajmë thirrje kryetarëve aktual së pari, që ta mirëmbajnë, që ta mbajnë transparencën deri në përfundim të vitit, sepse mbasi ata kanë me qenë të ngarku me fushata. Njëkohësisht i bajmë thirrje edhe kandidatëve të ri për kryetar, që t'i përgatisin programet e tyre, që t'i shpalosin, që ta përfshin transparencën, sepse ne konsiderojmë që transparenca është një formë që i ndihmon qytetarët, që me qenë pushteti më llogarithancë, në këtë mënyrë edhe mi përfshi edhe në vendimarrje dhe vetë qytetarët. Po edhe nga ajo që keni parë, Besnik, janë të panjohur qytetarët me zhvillimet në komunën e tyre, qoftë për projektet në infrastrukturë, qoftë për dëgjimet publike, qoftë për mbledhjet e asambleve komunale, janë të gjitha këto njoftime të publikuara në për komuna ku qytetari e din se çka po ndodh në komunën e tyre? Me shumë drejtë ngritet këto. Shumica e të gjeturave tona janë që lidhen me mungesën e informacioneve të zamë. Shumë komuna nuk e kanë strukturum apo i mungon fare një link ose një adres e veçantë brenda webfaqes, ku i njofton qytetarët me shërbimet që i ofron komuna. Pastaj mungojnë dokumentet sikurse ftesat për diskutime, për buxhetin, për seanca, jo që ndodh të gjitha komunat, po megjithatë është e gjetur mjaft shqetësuese në të gjitha komunat. Në të gjitha komunat. Është edhe një problem tjetër që ky kalimi i ri, tani kanë fillu webfaqet e reja, janë dizajnu webfaqet e reja të komunave. Ka problem në migrimin e dhonave, arkives, dhonave të kalume. Komunat e bajnë përgjegjës autoritetet qendrore, Ministrinë e Administrimit Pushtetit Lokal, Agjencinë e Shërbimit të Informacionit, pastaj Ministrinë e Punëve të Brendshme, që po e ngadalsojnë këtë. Po bre, ka pas ankesa që edhe nuk funksionojshin për disa det, për disa javë webfaqet e komunave. Është ngritë si shqetësim kjo? Është e gjetura kryesore jona dhe rekomandimi kryesor për shka na do të vazhdojmë edhe të avokojmë, do të kontaktojmë gjitha komunat, kryetarët, do të kërkojmë prej tyne që në base edhe prej institucioneve qendrore që kanë përgjegjësi me i bë publike këto adresat reja. Të zomë është problematike me dasht momentalisht me gjetë një komunë caktuar me webfaqen, sepse ndryshimi i domenave i adresave të reja është problematike vetë për qytetarë. Do më thonë, tash jemi me një situatë ku shumë komuna nuk se kanë publiku, se kanë bërë si njoftim publik me webfaqen e re ku qytetarët mujnë me himu informu. Ose ne shumë komuna ju mungon të zomë një për gjetur avosht dhe disa komuna e kanë një linë telefonike pa pagesë, ku qytetari mundet me thirrë me kërku shërbim ose informacion. Shumica nuk e kanë këto. Nuk këtë këto probleme, ka disa vite që e bajmë këtë transparometrin komunal. Kjo është tash kemi kryer për vitin 2024 dhe do të vazhdojmë tutje dhe do të vazhdojmë edhe me avoku për këto gjetje. Po edhe njëra ndër mangësit ta themi gjatë publikimit dhe gjatë monitorimit të punës transparencës së komunave e parë që ishte edhe mungesa e qasjes së plot edhe në dokumentet në gjuhë zyrtare. Po, diku rreth bazë të gjeturave të këtij transparometri është ofër 90% e komunave nuk ofrojnë qasje të plot në dokumente në gjuhë zyrtare. Ta zom, ka dhe komuna ku me gjithë ato janë mundu, kemi pas gjatë realizimit të këtij hulumtimi edhe kemi pas kontakte të vazhdueshme me komunat ku janë munduar që ta arsyetojnë se kanë publikime të mjaftueshme, mirë po ne bazohemi edhe
të zonë gjatë realizimit të analizës i bajmë edhe fotografimin apo screenshotin e faqes që për me dëshmu në të ardhmen që nuk e keni pas. Kjo është, me gjatë është shqetsu se kemi ligj që i obligon autoritetet të gjitha për edhe lokale që mi pas edhe gjuhë zyrtare në të cilat, sepse ndryshojnë në komunat të ndryshme, të zonë Prizreni, Gjilani e komuna tjera ku nuk e kanë vetëm dëgjuesin. Po edhe në fillim tha që përveç komunës në tërësi keni bërë monitorimin sa i përket transparencës edhe vetë kuvendeve komunale, por edhe zyrave të kryetarit dhe ekzekutivit që në këtë rast janë drejtorit. Sa kanë qenë transparente kuvendet komunale, duke marrë parasysh që në ato kuvende janë asamblestet të cilët janë zgjedhur nga vota e qytetarëve të komunës përkatëse. Sa japin llogari ata tek qytetarët, tek kërkesat e tyre? Tash kur flasmi për kuvendin komunal, bazohemi në ato që ata e publikojnë, sikurse thirrja për seanca, proces verbalet, agjendat, materialet që janë shumë e rëndësi, që duhet të publikohen, që duhet i ofrohen qytetarëve gjatë pjesëmarrjes në një seancë apo në një dëgjim publik. Për dallim prej vitit kalum, të pyetja rreth transparencës në të dy këto dimensione, për dallim prej vitit kalum, ku zyrët e kryetarit kanë qenë më pak transparente, tash kemi një nivelizim, është diku rreth 70%, 71 me 70% të nivelit të zyrave të kryetarit me kuvendet komunale. Pra kemi edhe një ngritje të lehtë, po edhe kemi një barazim, një barazpeshim sa i përket transparencës në këta dy dimensione. A vlen kjo që me siguri që kur i bëni këto raporte, publikimi i tyre shkon direkt edhe tek komunat dhe aty ndoshta jepni edhe rekomandimet në fund të çdo raporti për secilën komunë. A merren parasysh këto rekomandime? Po tash, pjesë e këtij raporti në fund janë edhe rekomandimet për të gjitha institucionet përgjegjëse. Të zonë, edhe gjatë realizimit të këtij transferometri, ne kemi pas kontakte të vazhdueshme dhe kemi pa që në aspektet caktuar ata vetëm kanë marrë masa. Po ne, përveç se publikojmë këtë raport, tash do të vazhdojmë edhe me nga një letër informuese për secilin kryetar, secilin komunë, me informu me gjeturat përkatëse për atë komunë. Mirë, pastaj të kërkojmë llogari. Kjo, mbase mundet edhe mu pa dhe mu analizu, mu vërtetu në gjatë realizimit të raportit të arshëm për vitin 2025, ku mujmë me pa nëse ata kanë bo përmirësime, po ne vazhdimisht, do më thonë, ekipa jonë punojmë edhe i monitorojmë webfaqet edhe do ta përcjellim në vazhdimsi. Edhe nuk përfundon, në fakt këtu fillon puna jonë ma intenzive ku duhet mi taku ata, me bisedu, njërë që mi trajtu këto. Jo, e pa ta fjallën besnik mos keni vrejt nga publikimi i vitit 2023 në 2024-ën, mos ka pasur janë marë parasysh rekomandimet ato letrat të cilat ua keni dërguar edhe me publikimin e raportit për transparencën në vitin 2023. Po tash, nëse bazohemi në këtë rezultatin e përgjithshëm, vlerësimin e përgjithshëm të nivelit të transparencës, domethënë vrehet ngritje e lehtë që ka të bëjë sepse indikatorët janë të njëjtë, janë standard 48 për çdo vit. Tash edhe aty mujmë pa që sa janë marrë parasysh, ndikon drejt për drejt në rezultatin e përgjithshëm të vlerësimit. Këtë vit pra kemi 5.93% ngritje, po nuk është optimiste, do më thonë, nuk është shumë. Qa pritni që do delë raporti i vitit 2025, sepse thatë edhe ju që është vit zgjedhor në për komuna, a do të kenë mundësi që të kushtojnë vëmendje transparencës, apo do të merren me fushatën? Pikërisht e përmena, sepse përdoj me pas theksin të kjo çështje, sepse edhe ne frigomi, do t'ishte e pandershme, sepse edhe mbas edhe jo ligjore, sepse transparenca nuk është çështje e vullnetit lirë, është çështje ligjore që ata duhet mi respektu. Për ato na po i bëjmë thirrje edhe në konferencë edhe këtu gjithku që kryetarët aktual të jenë të kujdesshëm, të mos e harrojnë, sepse ajo funksionon nëpërmjet administratës, pra administrata është përgjegjëse, është zyra për informim kryesisht, pastaj zyrtarët përqasjen dokumente publike. Zoti Ramadanaj, faleminderit që ke qenë pjesë e magazinës Info Plus dhe faleminderit për gjitha këto informacione që ndave për shikuesit e televizionit.